aorta rupturon, qahet. Unë besoj që për 3-4 minuta kemi qenë me zemrën në dorë kur I themi neve, pra është hapur sternumi, u bë masazh, fillon të mbajmë presione, realisht arritëm që zemrën ta mbam në jetë, por I smuri në fakt nuk na u zgjua. Këtu vure një gjë shumë banale nga një kolegët tanë që thoshte, "Ore shiko, gjaku këtu ku duhet të jetë I zi është I kuq, dhe aty ku duhet të jetë I kuq është I zi." Pra kishim një lloj, tamam, gjaku venoz vinte në arterie, nuk është gjak I kuq, arterial vinte nga venat kava. Në momentin që dalim nga, le të them, mbaron ajo faza kryesore e operacionit, praktikisht në momentin që prap po dinim, po bëshim gati të heqim ato kanjurat e famshme, na ndodh një çarje prap masive. Po çarje masive e aortës praktikisht janë ngjarje të cilat janë me pasoja të menjëhershme dhe shumë të rrezikshme. Nga 4 valvula që ka zemra, kemi ndërhyrë në 3 valvula. Në valvulën kryesore, valvulën e aortës, dhe në 2 valvula të tjera, valvula trikospitale dhe valvula mitrale. Në rast se do ta kthejë kohën pas, do të bëhet një rrugë tillë? Do ta rizgjidhja pa diskutim 1.000.000 herë. Më thoshte gjithmonë që e rëndësishme është që të bëhesh njeri. Unë tani padyshim e perifrazoj. Ato që unë padyshim kanë me fëmijët e mi. Por e rëndësishme është të bëhesh njeri. Dhe unë mendoj që njeri I mirë je, nuk bëhesh, ose duhet shumë të, pra profesionisti I mirë mund të bëhesh, por njeri I mirë është ndoshta shumë e vështirë. Dhe ti je njeri I mirë, këtë më gjë e parë që I duhet një personi.